Veliajn apo për votimin e PD-s sot? Pastaj do ndalim te votimi i PD-s. Shiko, unë mendoj që nesër fitoj qeveria. Ky është mendimi im, sepse e gjithë kjo gjë është gatuar që të likuidohet politikisht Erion Veliaj. Ai ka gjë në dorë nesër që të flasi. Ai është një nga njerëzit që besoj unë, është një projekt politik, nuk është njeri i zakonshëm, nuk është politikan i radhës, është njeri që ka shumë informacion për Edi Ramën, i di se sa dhëmball ka në gojë, dhe në rast ai ka një gjë në dorë nesër, është dita finale. I edhe në gjyq Olon, kështu që me Knesi do përballem, sot javë kam gjyqin. Më të thonë drejtën, unë i kam bërë thirrje që të padisë Ramën, ai më ka padit mua, ka lehthitje në objektiv, por e pres në gjykatë. Në rast se nuk vjen gjykatë, do ketë probleme. Çfarë probleme? Do e ndjek turpi nga pas, përderisa më ka thënë që hajde në gjykat, ballafaqohemi. Minimalisht duhet vinë në gjykat, ditën e njëjtë, me datë 6 nëntor. Po s'besoj se kjo është çështje e parëndësishme. Mos e ka përdor thjesht si aerosje për me dalë nga burgu me u paraqit. Nesër është dita vet, tani jemi realistë. Kjo çështje ime është e parëndësishme. Nesër është ditë e rëndësishme për Erion Veliajn dhe për Shqipërinë, besoj unë, në rast se ai mendon që mund të flasi. Është në nderin e gjykatës kushtetuese që të lejoj seancë të hapur nesër, që të jenë mediat, nuk e di çfarë informacioni kemi deri tani. Nëse kushtetuesja rrezon le të themi Partinë Socialiste, ndodh pra kjo. Rrezon edhe Partinë Demokratike që bashkoi votat në Këshillin Bashkiak për ta sharkuar? Për kaq, vetëm për kaq. Le të themi në këtë histori. Për Partinë Demokratike do të flas unë për atë që ka ndodhur sot edhe për bashkimin e votave për komisionin parlamentar edhe për Ramën president. Edhe në sharkimin e Veliajt mbase u nxitua për të bashkuar votat. Po ata kanë qenë që në fillim për me shkarku Veliajn. Çfarë do të thonë kjo tani? Nuk besoj unë që kjo me këtë gjë mund të kapesh me Partinë Demokratike. Nuk është ky domethënë gabimi i Partisë Demokratike në gjykimin tim. Po thoya diçka tjetër, është shumë e rëndësishme që seanca ditën e nesërme të jetë me dyert hapura për mediat dhe transmetohet, sepse në rast ai do vendos që të flasi nesër, pa diskutim që në Shqipëri do ketë zhvillime shumë të mëdha. Unë mendoj që nuk do flasi, se deri tani ka zgjedh të mos bëlbëzoj për Ramën, jo më të flasi. Por gjithsesi ta presim nesër, të paktën në rast se nuk flet nesër, të vit flas për mua me datë 6 nëntor në gjykatë Tiranës, të apelit, të kësaj faktit penal, domethënë, se më ka thënë për penale. Zënika? Te pjesa e bashkimit votave që thata do ketë se dëgjova Ulonin do ndërhyj apo mos ta ndërprisja, unë besoj që këta nuk kanë më turp dhe votat po i bashkojnë hapur. Nuk është më si më përpara i kanë bashkuar më ndryshe, domethënë çik më të kamufluar, informacioni ka qenë pak më nuk ka qenë kaq i shpejt, tani po i bashkojnë hapur. Unë kam një qasje tjetër që unë kam një qasje disi pak investigative, përderisa Veliaj nuk flet, po e përjeton keq burgun, po sillet, po thonë që abuzon me vete në burg. Unë kam një qasje sikur ai është në sintoni të plot me kryeministrin edhe duan ta çojnë gjën aty ku duhet. Kjo edhe për faktin që ai vuri një kandidatë në Tiranë si Orgerta që nuk ndihet, i thot hajde këtu ik aty, kështu që unë më duket si një lojë e madhe, përderisa të gjithë thonë nuk flasin. Unë mendoj që ka momentin të flas. Nëse s'flet atëherë i bie që ka diçka që shkon. Për pjesën e seancës nesër unë ta garantoj që s'ka për qenë e hapur për media, seanca do jetë e mbyllur, do deri një vendim. Pastaj se çdo vendimi do prodhojmë, do fillojmë ta elaborojmë edhe ta shikojmë ditët vijim, si do jetë, tek do jetë, ku do jetë qasja, pse u bë në tillë mënyrë. Andrea, mundën të? Po. Vendimi më i keq që mund të marrësh mos marr vendim, siç ka ndodhur patën në disa raste vitin e kaluar, në raste shumë të njohura. Do nuk arrihet do të bëhet 500 dhe ky do ishte zgjidhja më e keqe që mund të hap gjykata kushtetuese. Vendimi më i mirë për mua nuk mendoj që është proces që lidhet me individin aty, se s'është proces për të, është proces për natyrën kushtetuese të akteve. Unë personalisht nuk e pranoj idenë që një ekzekutiv ose një këshill bashkiak mund të ndërpres mandatin një zgjedhur i publik. Për pretekste të ndryshme, se po ta bënte për ta bërë, pse bëri pas 3 muajsh, po bëri pas shumë muaj që kemi mungu 3 muaj. Kështu që do krijoj një precedent që çdo mazherant në Shqipëri me një lëvizje këshilltare të shkarkon të gjithë kryetarët e bashkive të Shqipërisë. Dhe kushtetuta jonë është ndërtuar në mënyrë të tillë që t'i jap imunitet mbrojtës kryetarëve të bashkive në ushtrimin e funksioneve si një pushtet tjetër. Kështu që unë mendoj që në aspektin profesional, personalisht do më përpiqem që një vendim gjykatës kushtetuese që sanksionoj këtë lloj parimi, që i zgjedhuri nuk mund shkarkohet me makinacione që vijnë qoftë nga lëvizje politike, apo qoftë nga vendime Këshillit Bashkiak, apo qoftë edhe nga ndërhyrjet e ekzekutivit. Nga ana tjetër, pret që gjykata kushtetuese të bëjë një interpretim zëruar të integritetit zyrtarëve të lartë,
dhe çfarë përgjegjësie publike ka një zyrtar i lartë. Dhe këtu pastaj shkojmë te pika që një zyrtar i lartë kur përballet me pamundësi ligjore për shkak të fajësive të tij, me pamundësi të ushtrimë funksionit apo me një akuzë zyrtare nga organi i prokurisë, duhet të respektoj vullnetin qytetar edhe integritetin politik duke dhënë ndërheqje dhe duke evituar gjithë të lloj problematike deri tani. Kështu që nuk e pres një vendim bardhëzi, por është rasti që gjykata kushtetuese na jap me vendimin e saj një standard të ri për konceptin e ndarjes pushteteve, në konceptin e funksionimit të institucionit dhe në konceptin se si duhet sillen zyrtarët e lartë kur ndodhen para një akuze të caktuar. Kështu që nuk e shoh si një proces as Partisë Socialiste, as Partisë Demokratike, as të individit përfshirë, po një koncept të shtetit me gjykatën kushtetuese. Ne për këtë kemi zgjedhur gjykatën kushtetuese. Prandaj kemi thënë që po bëjmë reformë të zgjedhim më të mirët. Unë kam frikë që kjo gjykatë kushtetuese nuk e ka këtë kapacitet për ta bërë këtë gjë, por do të dëshiroj shumë që nesër të jem po themi më zhgënjej pozitivisht për këtë gjë. Ju zoti Lape? Edhe ju doni një zhgënjim pozitiv? Shiko, unë të thash e njerë që ky është një rast që do ndaj se si interpretohet norma e ligjit posaçëm në raport me kushtetutën. Po t'i referojmë i ligjit posaçëm, aty është e thjesht, thot nëse shkon 3 muaj në punë, shkarkohet. Por po t'i referojmë po të njëjtës normë, nuk ka një sankcion në rast se këshilli nuk e shkarkon. Pra, ndonjë 6 muaj këshilli, 7 muaj, 8 muaj, ndodhi gjë? Po ne m'fal, kemi pas një rast në Tiranë vite përpara ku Këshilli Bashkiak nuk është mbledhur për 8 muaj, rreth 7-8 muaj. Vetë Këshilli Bashkiak i Tiranës, kur mbaz ligjit duhet të shpërndaret BRZ dhe 3-ja. Kështu që ka pas praktika të tilla pafund, fal që të ndërhyra, por ideja të krijohet normë dhe standard që kjo gjë të ndërpritet dhe të dimë çfarë do ndodh me mandatet e ardhshme të kryetarëve të Bashkimit në Shqipëri. Qartë, zoti Lava, duke qenë se Lëvizja Bashkë Shqipëria bëhet ka qenë ndër forcat e para politike që ka dalë krah zotit Binaj për ta mbështetur si kandidat pavarur. Në rast se le të themi nesër triumfon zoti Veçaj, është menduar një skenar tjetër? Ne kemi dalë mbështetje një kandidatit pavarur dhe kemi thënë që do ta mbështesim në të gjithë strategjinë që ai do të ndjek në këtë rrugë. Nuk kemi si të mendojmë ne një strategji politike për diçka që thjesht po mbështesim një kandidat pavarur. Është i pavarur, se ndryshe nuk do të qemë i pavarur, do të qenë i varur. Në këtë drejtim, ne për sa kohë jemi në mbështetje të zotit Binaj, do të ndjekim me rigorozitet të gjithë hapat, propozimet dhe strategjinë që ai gjykon që e çojnë drejt një fitore në këtë garë. Okej, qartë. Ndërkohë, ditën e sotme ka patur një zhvillim tjetër sa i takon numrit të votave që mori iniciativa e Partisë Demokratike për të shkarkuar Niko Peleshin nga vendi, nga posti si kryetar i parlamentit. Shumë zhurmë, pak vota, Aulon. Me të thënë drejtën, unë jam habit sot nga ajo që ka ndodhur në sallën e parlamentit Shqipërisë, se minimalisht prisja të paktën 36 firmtarët e shkarkimit të Niko Peleshit, kryetarit